Në Medrezën Alaudin në Prishtinë, iftarin tradicional, Muftiu i Kosovës takoi përfaqësues të administratës së Bashkësisë Islame të Komunave të Kosovës. Muftiu Tërnava nga bashkëpunëtorët kërkoi përkushtim e vendosmëri në kryerjen e të gjitha detyrave, obligimeve me përkushtim në shërbim të besimtarëve. Kreu i Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, ka pritur sonte në iftarin e përbashkët tradicional punonjës të këshillave të Bashkisë Islame të Komunave të vendit. Muftiu Tërnava nga bashkëpunëtorët duke i uruar agjerim të lehtë kërkoi përkushtim e vendosmëri në kryerjen e të gjitha detyrave, obligime dhe përkushtimin në shërbim të besimtarëve. Nëse dikush thot se institucionet e vendit tonë po na pengojnë në shpjegimin e fjalës së Zotit, unë betohem Ramazanën, Zotën çfarë do të rren. Dhe është e vërtetë e madhe që vetëm e kanë ndihmu, por nëse edhe nuk e kanë ndihmu, atë nuk e kanë pengu edhe kjo është ndihmes. Të ta kemi parasysh. Mos punën tonë, mos ta lidhim me qeverinë, mos punën tonë, mos ta lidhim me institucione të ndryshme. Jo, se qel xhamin ti, si fal pas bokës, çka ka faj ty qeveria. Jemi përgjegjës për suksesin dhe mos suksesin e mundshëm për besimtarët e vendit, ndërsa feja islame në 19 qiell duhet të kujtur të mos ndallosi, ishte mesazhi i Muftiut Tërnava.